Në fakt, në vite më parë, avokati ka qenë shumë i rëndësishëm për grupet, për personazhet që riskonin, le të themi, nga 20 e sipër vite dënim. Edhe gjithmonë avokati ka qenë ai ndërmjetësi, ka qenë njeriu që bënte punën, ka qenë ai që bënte debatin juridik në sallën e gjyqit. Sot avokati është shumë persona të tillë, të pandehur në këto kushte, mund të përfaqësohet nga avokat kryesisht. Tani, unë do të bëj një pyetje shumë direkte dhe përgjigjen e dua shumë të sinqertë dhe shumë të shkurtër. Reforma në drejtësi ka dhënë rezultate pozitive apo thjesht e ka shkërmoqur procesin gjyqësor? Kur flasim për reformë në drejtësi, mendja të shkon te prokuroria e posaçme. Por reforma në drejtësi është më komplekse. Njerëzit duan të dinë kur do të mbaroj reformimi që të kemi drejtësinë e re. Do të thënë s'ka mbaruar apo me reformimi? Komisioni pavarur i apelimit vazhdon të shqyrtojë kërkesa-ankesat e subjekteve të rivlerësimit, si dhe ankesat e ish komisionerëve publik që sot përfaqësohen nga prokurori posaçëm. Është handikap. Unë kam një shqetësim, të cilin do ta ndaj për herë të parë me ju. Reforma në drejtësi në vendin tonë, në thelb dhe në dukje, është kuptuar si reformë strukturore dhe jo si reformë doktrinare. Ku ndryshon? Vendi jonë... Ku ndryshon doktrina nga struktura? Ne kemi nevojë për një doktrinë të re juridike, që të kuptohet raporti i moralit me ligjin, dhe jo të prishim disa struktura dhe të ngrem disa struktura me të njëjtit njerëz dhe me të vetmi ndryshim që kanë kaluar vettingun. Reforma doktrinare nuk lejon që zbatimi i ligjit të bëhet në mënyrë represive, të bëhet në mënyrë selektive, apo në mënyrë subjektive. Ajo kërkon që lufta kundër krimit dhe korrupsionit të mbrojë edhe demokracinë, të mos shkelet drejtat e individit. Në të gjithë reformën në drejtësi nuk kemi asnjë paragraf për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Pyetje konkrete, nga 1/10, sa shkelin këto të drejta demokracia në një proces penal në Shqipëri? Sa aty është e gjithë ngërçi. Nëse sot një qytetar ka një ankesë për X prokuror, i bën kërkesë ministrit të drejtësisë, ai kthen përgjigje që unë nuk jam kompetent. I bën kërkesë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ai thotë unë nuk kam kompetent. Pasi prokurori thotë është i pavarur. I bën kërkesë Këshillit të Lartë të Prokurorisë gjyqësor. Të njëjtën përgjigje kthen dhe ai. Sistemi është në një kolaps. Një kolaps të cilën aktorët që u morën si ekspert të afruar dhe të vetë afruar dhe nga politika, nuk i parashikuan fare këto defekte që ka sistemi sot, por u katapultuan në përvende të tyre poste të rëndësishme, siç është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Gjykata e Lartë, Gjykata Kushtetuese, dhe nëse sot këta shtetas ish ekspert i pyet për defekte që ka sistemi, ata deklarojnë se unë e kam ndaluar me ligj që të flasë për këtë gjë. Domethënë, e kanë të, se kjo më intereson, e kanë të ndaluar me ligj sepse pse nuk funksionon sistemi? Po. Se kështu i bie. Po, një antar i Gjykatës së Lartë nuk mund të jap shpjegime sot për reformën drejtësi, kur ka qenë ekspert dje, apo një gjykatës kushtetuese. Nuk lejohet të flasë aty sot. Që e kishte me ligj të mos promovohej. Të mos promovohej. Po. U promovuan. Por, kush është sot pengesa më e madhe për reformën drejtësi që has për ditëshmërinë e tij janë qytetarët e thjeshtë. Dhe reforma u bë për dy arsye, për shpejtësi në cilësinë e hetimit, të kishë shpejtësi. Pa. Në cilësinë e hetimit të kishë edhe shpejtësi në përshpejtimin e gjyqeve.
Këto nuk i kemi. Si kemi këto të dyja? Si kemi se është ngarkesë e madhe. Kjo është Nuk i kemi. Është në kolaps. Do 10 vjet një qytetar të marrojë një gjyq pronash. 10 vjet. Është tjetër historia pastaj detar, por ne ndoqëm një insert, pra një intervistë të dhënë nga një personazh i botës krimit, që quhej Irfan Azizi. Pyetja e parë që mua më vjen është, a do ta merrnit ju në mbrojtje një dëshmi të tillë? Dhe ajo që është më, ju përmendet që politika gjithmonë i ka promovuar këto, i ka dashur, sistemi i drejtësisë gjithmonë kanë dashur ta ketë në tutele dhe vazhdon ajo, nëse smundja. Krimi dhe politika, sa afër dhe sa larg janë? Personalisht, unë nuk konsumoj politikë dhe nuk dua të futem te politika. Lidhur me rastin që ju thonin në fjalë, po e ripërsëris dhe njëherë. Jo, çdo i penduar thot të vërtetë. Në rastin në fjalë kërkon të përfitojë azil në shtetin ku ndodhet. Po ne jemi një vend që kërkojmë të andarsojmë Bashkimin Evropian dhe jo të gjithë na besojnë se këtu nuk ka proces të rregull ligjor. E besojnë këtë gjë? Jo, nuk na besojnë. Këtu ka një shtet të rregull dhe proceset ligjore thonë janë të rregulla, thonë pasi ne aderojmë, kërkojmë të aderojmë Bashkimin Evropian. Dhe çdo shtet që kërkon të ekstradohet në Shqipëri apo nga Shqipëria në një shtet tjetër, ekstradimet kanë edhe vullnet politik. Është ministri i drejtësisë ai që firmon në fund. Ti mund t'i humbasësh tëra gjyqet në Greqi. Por në fund është ministri i drejtësisë që thotë unë nuk jap përqimin që ky shtet të ekstradohet, siç ka ndodhur në shumë raste. Po si ka mundësi që janë ekstraduar njerëz që nuk kanë qenë aq të kërkuar dhe ata që kanë qenë prej vitesh të kërkuar nuk janë ekstraduar? Prandaj po them, nëse ju skonsumoni politika ju konsumon ju. Ekstradimet në thelb dhe në duke kanë nuanca politike, pasi është ministri i drejtësisë i çdo shtetit Bashkimit Evropian, apo qoftë edhe ne, që është firma e fundit për ekstradim. Ministri i drejtësisë mund të thotë, unë nuk jam dakord që ky shtet të ekstradohet në X vend, pasi atij nuk i garantohet një proces i rregull ligjor në shtetin ku do shkojë. Apo një shtet i Bashkimit Evropian nuk mund ta lejojë shtetas shqiptar të vinë në Shqipëri pasi ka ndodhur ngjarje kriminale në për burgje që edhe janë vrarë. Po. Edhe thotë nuk i sigurohet jeta. Atje edhe unë në këto kushte vendos të jap. Në bazë të eksperiencës tuaj avokat, që e keni të majme shumë me eksperiencën, sa e vështirë është të mbrosh një eksponent të tillë? Do më thënë, na i shpjegon pak vështirësitë, unë e duam shumë parim filozofik, sepse na shikojnë njerëz, edhe jurisprudenca këtu është bërë, si të mund të gjithë po marrin ve janë gjithë gjitholog, gjithë marrin vesh nga jurisprudenca, po shumë pak kush e njeh. Sa e vështirë është, se neve harrojmë ndjenjen, ndjesinë. Shumë e vështirë të merr mahamendja mua të mbrosh një grup me 20 veta, të cilët janë grupi strukturuar kriminal. Dhe që kanë bërë 20 vrasje. Që prezumohet të kenë bërë, dhe ne kemi edhe avokat para, do të flasim gjuhën politikisht korrekte të drujnë. Prezumohen që, pra nuk janë të fajshëm, po prezumohen që kanë bërë vrasje. Sa të vështirë e keni juve. Edhe nëse ka në një moment nga jeta juaj që e keni qenë një dilem me veten, ta marr apo mos ta marr, edhe mund na e tregoni. Personalisht nuk kam hasur asnjë vështirësi komunikimi me çdo klient në gjithë këto vite eksperiencë me grupe dhe ngjarje ndryshme kriminale. I përkasim një sistemi, po, jo. Nëse lidh një marrëveshje korrekte me klientin, nuk ke pse ti kesh këto debate. Ndahet me një po, me një jo. Po nuk ke pse ti kesh këto debate. Ne i përmbajmë, unë i përmbajmë kornizës time ligjore. Pra s'është, më thënë, është si puna e një kirurgu që futet në operacion, po s'ka problem. Si një shtetas që ka kryer një vepër penale, ka konsumuar një vepër penale që shkapur me 10 gram lëndë narkotike, dhe një shtetas që ka kryer 3 vrasje, për mua nuk ka asnjë lloj ndryshimi, janë të dy të njëjtë. Të dy të njëjtë. Të dy më respektojnë mua ekonomikisht dhe të dy unë me të dy jam okay. Unë respektoj marrëveshjen që lidh me klientin. Nuk i shikoj të këto dallime asnjëherë.
Ke kërkesa? Si çdo Se avokat. kështu si ma the tani. Si çdo avokat edhe unë. Si çdo avokat edhe Ke unë. kërkesa, ke kërkesa. Ka shumë avokat, po ka shumë pak avokat të mirë që kanë kërkesa. Juve besoj hyni te grupi i fundit domethënë që Ne i shumë të përkasim mirët kuadrit ligjor deri ku na lë hapësirë që ne të kapim shkeljet e kryera nga policia dhe nga organi akuzës. Këto t'i referojmë në sallën e gjyqit në interes të klientit tonë. Ky është misioni jonë, të mbrojmë liritë dhe drejtat themelore të njeriut. Të ka qelluar ndonjë nga këta klientët tu që është i zgjuar, është tru, është njeri që ditë të artikuloj, ditë flasit, ditë mbrohet, ditë ta bëj punën më të thjeshtë. Po. Ka ndodhur? 70% e tyre janë shumë inteligjent. Janë smart. Shumë inteligjent. Shumë inteligjent. Nuk ekziston kot shpreha që kam njohur nga bota e krimit dhe kam njohur njerëz aq inteligjent, sa po mos kishin ato ngarkesa, mund të ishin edhe për kandidat për kryeministër. Një ndër ta ka qenë Laki Luciano, nëse po flasim për shtetat shqiptare dhe nga origjina të ndryshme. Dhe nëse e ke konstatuar mbi 70% të tyre që janë të zgjuar, çfarë ka çeduar te këta që kanë përfunduar në kushtet të tilla? Po e ripërsëris dhe një herë. Puna e mbrojtësit ligjor nuk është pyes klientin e keni kryer këtë vepër penale apo se keni kryer. Detyra e mbrojtësit ligjor është çfarë do bëjte unë që ky shtetas të fitoj lirinë. Po kush është pyetja e parë që të bëjmë për shembull? Sa vite ka? Sa vite do dënohet? Sa vite do mulesh? Po ja prezumohet ti sikur neve të dy largo zot tani na duhet një ndihmë për avokatin. Ne të dy e dim të vërtetën tonë. Po unë do t'ja them. Kemi bën një vjedhje me bitcoina. Na kanë kapur me presh në dorë. Gjëja e parë që do t'i bëj pyetje avokatit, se unë e di timen, e di çfarë do t'i thoja. Sa vite? Sa më ul, nuk është a më shpëton, sa më ul, sa më pak aq më mirë e para. Bie parimisht dakord me avokatin, do ta ulin sa më shumë të mundemi, edhe fillon pastaj nuk ke nevojë për rrëfim. I futesh krahas me avokatin, takohesh për kafe, kodin penal e mëson dhe ti. E di pse ja bëj këtë pyetje meqense më dolën të zgjuar ta, smart. Edhe kush është pyetja e parë që bëjnë apo? Përveç faktit që sa para do pyesin edhe sa lek. Sa lek, sa vite do mulesh. Po normale. Tu flitet edhe për procesin rregull ligjor apo jo? Po. Procesin rregull ligjor. Jo çdo kush që shkon në bankën e akuzuarve është i fajshëm. Ndaj reforma në drejtësi ka do defektet e saj, se si ta marrësh një shtetas, ta mbash 3 vjet në paraburgim dhe në fund t'i japësh pafajësi, ai shtetas vështirë se e merr veten më. Është kështu apo? Po. Në peshorën që ke ti. Ndaj masat nuk duhet të jenë represive. Ne kemi shumë raste prokurorë të caktuar kanë cënuar shërbimet. Nuk mundet një prokuror të caktoj mas sigurimi për një zyrtar shteti vetëm me indicje. Jo vetëm me indicje? Vetëm me indicje, kjo është shumë e rëndë. Cënon shërbimet. Shërbimet e publiku ti i ke cënuar. I cakton mas sigurimi në mungesë. Ku do shkojë ky qytetar? Pa e thirrur asnjëherë, ti bën kërkesë gjykatës, në dhomë këshillimi cakton mungesë arrest në burg. Për çfarë? Pa e thirrur asnjëherë? Drejtora pafund. Inspektora pafund. Rinë në dyert e prokurorisë dhe gjykata. Për çfarë? Një zyrtar shteti nuk ka nevojë të bësh një hetim kaq të vështirë ti, kur ti e ke firmën e tij aty. Ku do shkojë? Ai ka firmosur. Ti për çfarë cakton mas sigurimi arrest në burg? Ku do shkojë ky shtetas? Ti nuk mund të dalësh kundra politikës qeverisëse. Kur ti e shikon që këtu nuk ka shpëdorim detyre, për çfarë cakton këtë mas? Pa e pyetur këtu qytetar asnjëherë. Po mirë, diku bazohen këto apo jo? Diku bazohen dispozita ligjore se. Ata nuk janë idiot që të bëjnë autogola. Shikoj, po marrim një shembull. Një prokuror i Beratit sot, gjatë një hetimi objektiv që kryen në dosje, i del një X ministër. Po. Ai i cakton mas sigurimi në mungesë. Dikush nga kolegët e mi tani thot që më dëgjon, thot si mund t'i caktoj?
mas sigurimi i një prokurori Beratit për shembull. Ai ja cakton masën ministrit dhe shpall mos kompetencë në të nesme ja nis prokurorisë posaçme. Ti nuk mund të dalësh kundra dhe të cënosh vijën e sjelljes dhe mënyrat se si vendi jon lufton çdo ditë për të aderuar në Bashkimin Evropian. Del një prokuror tani dhe mbush medjen, cakton mas sigurimi për X ministra apo zëvendësministra apo drejtor. Kjo tregon që këta prokurorë kanë dalë nga kontrolli fare. Në qoftë se për shembull Entet rregullatore, detar, në qoftë se prokuroria ka dalë nga kontrolli, gjykata çfarë bën? po, jemi në kushtet që entet rregullatore të drejtësisë, po flas Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Po. Këshilli i Lartë Gjyqësor, E ka humbur Inspektorati i funksionalitetin. Lartë i Drejtësisë, i cili është inekzistent. Inekzistent. Puna e tyre ishte të zgjidhnin. Është inekzistent. Po. Nuk kanë fuqi përpara një prokurori të marrë një dosje dhe të kthejë një përgjigje qytetarit. Më përmende vendosjen e një masë sigurie ndaj një ministri. Unë dua që të jem çik më konkrete. Të ka ndodhur personalisht që njëri nga klientët e tu mund të ketë përmendur emra ministrash, drejtorësh, policie, politikanësh, dhe këto emra, këto dëshmi janë zhdukur më pas nga dosja. Jo. Kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh. Paktën në këtë pikë nuk ka çeduar Kjo nuk ndodh. akuza. Nuk ndodh. Por sistemi i prokurorisë ka nevojë për kontroll. Kur themi për kontroll, Ka nevojë për kontroll. Faktikisht, e di pse të pyes detar. çfarë kontrolli? Pyetja ime nuk ishte pa gjë, sepse ka ndodhur që shumë në media janë diskutuar emra ku të penduar kanë folur me emra politikanësh dhe më pas nuk e kemi para ata politikanë. Dhe shpesh na kanë ardhur familjar, avokatë që na kanë thënë që shiko, ka dëshmi të tilla dhe nuk janë nxjerrë dëshmi të tilla. A ka frikë prokuroria dhe gjyqësori nga politika sot? Këtë nuk mund ta thënë. Si e shef ti ke gjyqe? Se ti je aty për ditë me ta. Unë ditë them që entet rregullatore të drejtësisë sot janë inekzistente në funksion të një përgjigje sa më objektive për qytetarin. Nuk i japin dot zgjidhje. Sistemi është totalisht në kolaps. Nuk i japin zgjidhje. Nuk mund t'i marri dot askush sot dosje një prokurori të t'i kthejë përgjigje qytetarit që ka këto shkelje. Nuk ja marrin. Nuk drejtuesi i prokurorisë me kërkesë të mbrojtjes ligjore kërkon t'i heq dosjen një X prokurori. Nuk ja heq dot. Nëse ja heq drejtuesi i prokurorisë, ai ankohet në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ja rikthen prapë Këshilli i Lartë i Prokurorisë dosjen. Po. Ndaj po themi që sistemi është në kolaps dhe kjo nuk është reformë. Po, bazuar te kjo. Unë jam klienti juaj, se unë i shpjegoj me mollë gjërat. Unë gënjej prokurorin që është Anduena. Indirekt, avokati im përfshihet në mashtrimin që unë i bëj prokurorit, se duhet i bëj këto nga që niveli i njohjes juridike në Shqipëri është i mangët. Edhe duhet me ja shpjegu njerëzve me mollë. Pra unë të marr në qafë dhe ty, që je përfaqësuesi im ligjor, vetë të Anduena dhe i them tash shikoj se zotria që është kameraman atje ka vrarë këtë, vrau pronarin, vrau drejtoreshat, i vrau gjitha, por në fund ditës unë jam duke mashtruar. Rrëfimi është i lirë dhe përgjegjësia është individuale. Është individuale përgjegjësia. Është individuale. Gjithë shqetësimi im është për sistemin, që është në kolaps. Ndaj, dhe në fjalën time të mëparshme, parashtrova se ky vend ka nevojë për një doktrinë të re juridike, e cila nuk lejon që zbatimi i ligjit të bëhet në mënyrë represive.